Ju përshëndes të nderuar shikues nga studio e lajmeve në Blu Televizion. Posta shqiptare në bashkëpunim edhe me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në bazë të një grafiku për shpërndarjen e pensioneve, por drejtoria e filialit të Vlorës Dorina Tahira i ndalet edhe në shërbimet e reja që ofron posta shqiptare, ai dërgimit të pensionit në familje. Posta shqiptare në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në bazë të një grafiku për shpërndarjen e pensioneve. Drejtoria e filialit të postës së Vlorë, Dorina Tahiraj, thekson se grafiku përcaktohet fillimisht në bazë të moshës dhe më pas vijon sipas kategorive të përcaktuara. Absolutisht po. Posta shqiptare në bashkëpunim me Institutin e Sigurimeve Shoqërore operon në një bazë të një grafiku që përcaktohet pikërisht nga ISSH për pagesat e pensioneve në bazë të një fashe moshe, që do të thotë që në ditët e para të muajit, në bazë të këtij grafiku duhet të paguajnë ata pensionistë të cilët janë në një moshë relativisht më të lartë dhe pastaj gradualisht me vazhdimsinë e ditëve dhe pas datës 10-15 paguajnë ato që ne i quajmë pensione të reja, që janë ata pensionistët që kanë një moshë më të re, relativisht më të re. Për shkak të nevojave që pensionistët kanë tendencën që të gjitha pagesat t'i kërkojnë në javën e parë, mundësisht në javën e parë të muajit, dhe kjo është një gjë që ne na krijon një lloj fluksi në javën e parë i përqendruar kryesisht në 2 apo 3 zyra postare që operojnë në qytetin e Vlorës. Dhe unë për këtë dua t'i bëj një thirrje të gjithë qytetarëve që të respektojnë atë grafikun e pagesave në mënyrë që të evitojmë krijimin e këtyre radhëve të panevojshme, po themi. Tahira është ndalur dhe tek një nga shërbimet e reja që ofron posta shqiptare, ai dërgimit të pensionit në familje. Ky shërbim mund të përfitohet në çdo moment përmes një procedure të thjeshtë sipas saj, duke u ardhur në ndihmë pensionistëve dhe duke shmangur radhët në pikat e shpërndarjes së pensioneve. Dhe njëkohësisht dua të bëj edhe një apel tjetër që për të gjithë ata qytetarë të cilët nuk e kanë mundësinë fizike për të paraqitur nëpër sportelet e postës shqiptare, posta shqiptare ofron një shërbim tjetër që është ai pensioneve në familje, i cili ofrohet nëpërmjet rrjetit të postierëve. Me një aplikim të thjeshtë në Albania, çdo pensionist që nuk e ka mundësinë fizike apo shëndetësore për të paraqitur vetë nëpër sportele, bën aplikim në Albania dhe në harkun e një muaji pagesa transferohet si pension në familje. Dhe çdo muaj kjo pagesë përcillet në shtëpi nga ana e postierëve të postës shqiptare kundrejt një pagese që është 100 lekë të vjetra. Posta shqiptare ofron një sër shërbimesh, ndërsa një prej pikave kryesore mbetet shpërndarja e pensioneve. Përmes shërbimit të pensionit në familje synohet lehtësimi i procedurave dhe krijimi i më shumë lehtësive për kategorinë e pensionistëve. Moti i nxehtë dhe temperaturat e larta mbeten ende një rrezik për përhapjen e zjarreve në qarkun e Vlorës. Kreu i emergjencave civile në qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, konfirmon gatishmërinë e emergjencave, ndërsa edhe periudhat në vijim parashikohet të mbetet me rrezikshmëri të lartë për zjarret. Moti i nxehtë dhe temperaturat e larta mbeten ende një rrezik për përhapjen e zjarreve në qarkun e Vlorës, edhe pse kemi hyrë në 10 ditëshin e fundit të muajit gusht, rreziku nga zjarret mbetet ende i pranishëm. Kreu i emergjencave civile në qarkun e Vlorës, Robert Skëndaj, konfirmon se për çdo ditë merren informacione të dhëna mbi situatën meteorologjike, ndërsa edhe periudha në vijim parashikohet të mbetet me rrezikshmëri të lartë sa i përket situatave nga zjarret. Atëherë në bazë të parashikimeve që na vijnë për ditë si nga IGEU, ashtu dhe nga shërbimi meteorologjik ushtarak, mund të themi që temperaturat ekstremikisht të larta që kaluam gjatë muajit korrik dhe 15 ditën e parë të muajit gusht, mund të themi se nuk do të jenë më në vazhdimsi ato temperatura, por jo se do të kemi freskim të temperaturave. Koha do vi gradualisht duke u rregulluar. Do të kemi edhe këtë javë deri nga e marta, ana e marta do kemi temperatura që do të arrijnë jo për qarkun ton, kuptohet, për zonat Elbasan, Berat, Tiranë, do arrijnë 35-36, ndërsa qarku jon do jetë tek temperatura 30-31. Pra, nuk jemi larguar ende sezonit kritik nga zjarret. Vazhdon gatishmëria e strukturave dhe gjitha kapaciteteve operacionale për përballimin me sukses të ndonjë situate të mundshme në territor.
Gjatë ditëve të fundit zjarret kanë prekur edhe zonën e Dukatit në Vlorë, çka tregon se situata nga zjarret ende nuk ka kaluar. Për këtë arsye, autoritetet bëjnë apel dhe kujdes maksimal për marrjen e të gjitha masave parandaluese për shmangjen e vatrave të zjarrit, të cilat mund të sillin dëme të konsiderueshme në bimësi, shkure, por dhe problematika të tjera. Vijoj me zhvillime nga arsimi, kampusi i ri i arsimit profesional në Vlorë pritet të jetë tërësisht funksional në shtator të vitit 2027, me nisjen e vitit të ri shkollor, ndërsa godina e konviktit ka përfunduar dhe pjesa tjetër e kompleksit pritet të mbyllet në janar. Sipas drejtorit të Shkollës Industriale Pavarësia, Gentian Boçi, ky projekt është një nga investimet më të rëndësishme për arsimit profesional në qytet. Kampusi i ri i arsimit profesional në Vlorë pritet të jetë tërësisht gati në muajin shtator të vitit 2027 me nisjen e vitit të ri shkollor. Drejtori i Shkollës Industriale Pavarësia Vlorë, Gentian Boçi, ka cilësuar këtë një nga projektet më të rëndësishme për arsimin profesional në qytet, ndërsa theksoi se bëhet fjalë për një projekt që është studiuar për rreth 5 vitesh. Godina e konviktit tashmë ka përfunduar, ndërsa dhe godinat e tjera të kampusit pritet të përfundojnë në fillim të muajit janar të vitit të ardhshëm. Fillimin e investimit në shkollën industriale ka filluar që para 2 vjetësh dhe hapi i parë ka qenë konstruksioni total i konviktit, i cili sot është në kushte moderne, me dhoma dyshe, me kondicioner, me të gjitha kushtet që duhet për një jetesë normale të një nxënësit të shkollës profesionale. Faza e dytë ishte kjo që ju po shikoni, ndërtimi i 2 godinave ku njëra është për klasa mësimore dhe pjesa tjetër do jetë për praktikat e shkollës tregtare. Punimet po ecin, besoj mirë edhe në këtë fazë që jemi me gjithë temperaturat e larta dhe vështirësitë për lëvizjen e mjeteve të rënda, po duhet të them që ky projekt është një projekt që është studiuar rreth 5 vjet, ndoshta nga rruga duket sikur janë zënë hapësirat, po këtu në përfundim të gjithë projektit, i cili do vazhdojë me rikonstruksionin e shkollës industriale, me rikonceptimin e të gjitha oborreve të shkollës dhe me rikonstruksionin e bazës prodhuese, këtu do jetë një kampus modern profesional i cili do jetë në funksion të gjithë, jo vetëm të nxënësve të shkollës, po edhe të moshave të mëdha, pasi shkollat tona pak nga pak do fillojnë të certifikojnë profesionet e marra gjatë jetës nga personat të caktuar. Në kuptimin që, nëse dikush ka punuar 10 apo 20 vjet elektricist, hidraulik, IT, në mënyrë të pavarur, shkolla pas 1 ose 2 vjetësh do ketë të drejtën për të dhënë certifikate në bazë të nivelit që ata janë. Që ndoshta do të thotë që një nxënës, një qytetar i cili ka mësuar gjysmë në elektrike, do marrë certifikat niveli 2 apo 3, një që ka mësuar të gjitha do marrë niveli 4 në përputhje me nivelet e shkollës tonë. Megjithatë, sipas Boçit, kampusi i arsimit profesional pritet të hapet vetëm në muajin shtator të vitit të ardhshëm, njëkohësisht me nisjen e vitit të ri shkollor 2027-2028. Shkolla për shtatorin e ardhshëm nuk diskutohet që shkolla do jetë funksionale, po ndërtimi besoj mbaron nga muaji janar shkurt, ndërtimet mbarojnë, duke i dhënë mundësi pastaj për arredimin e të gjitha ambjenteve të brendshme me pajisje të cilat duhen për zhvillimin normal të mësimdhënies. Kampusi i arsimit profesional në Vlorë konsiderohet një investim mjaft i rëndësishëm me synimin për t'i dhënë më shumë zhvillim dhe mundësi arsimit profesional në qytetin e Vlorës, por edhe në rajon. Tregtia online ka njohur një rritje të madhe në Shqipëri në 5 vitet e fundit. Pandemia e ktheu atë në një rutinë të përditshme dhe sot veshjet, aksesorët, por edhe ushqimet po blihen masivisht online. Por gjithë kjo rritje e tregtisë online po shoqërohet edhe me një informalitet të lartë sipas tatimorëve. Tregtia online ka njohur një rritje të madhe në Shqipëri në 5 vitet e fundit. Pandemia e ktheu atë në një rutinë të përditshme dhe sot veshjet, aksesorët por dhe ushqimet po blihen masivisht online. Por gjithë kjo rritje e tregtisë online po shoqërohet edhe me një informalitet të lartë. Drejtoria e përgjithshme e tatimeve deklaron se në 5 vite blerjet online janë pesëfishuar. Sipas administratës tatimore, në planin e hartuar për formalizimin e këtij tregu, pranohet fakti se pagesa në dorëzim krijon një hapësirë të re të konsiderueshme risku. Transaksioni kryhet në rrugë digjitale, por shlyerja ndodhet me para në dorë, duke lejuar fshehjen e qarkullimit dhe shmangjen e detyrimeve tatimore. Tatimorët kanë identifikuar deri më tashmë rreth 2000 subjekte në informalitet. Formalizimi sipas tyre është shumë i thjeshtë, mjafton të jetë vullneti dhe zbatohet ligji. Prej më shumë se një dekade kemi kërkuar këtë gjë vazhdimisht, sepse është një nga tregjet më informale dhe ka dëmtuar apo penguar bizneset që kanë dashur të investojnë, sepse kanë parë një treg masivisht informal. Formalizimi është shumë i thjeshtë përmes postave, duke paralajmëruar çdo subjekt që bën një transakcion financiar përmes postës, pra kur ti dërgon një pako dhe pret parat mbrapsht
kafsh, deklarohet nga administrata tatimore. Ndërkohë njohës të tregut thonë se deri më sot blerësit online kanë qenë të pambrojtur. Tatimet pritet të nisin sërish aksionet e tyre për formalizimin e tregtisë online përmes ndërgjegjësimit për të vijuar më pas me njoftime dhe nxitje për verifikime dhe kontrolle në terren. Eksploroni Shqipërinë, një thesar i fshehur në Ballkan. Kjo është këshilla që media prestigjioze Forbes i jep udhëtarëve. Sipas saj, Shqipëria ofron vende të shumta të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, si dhe fshatra të mbështjellë me trashëgimi shekullore. Eksploroni Shqipërinë, një thesar i fshehur në Ballkan. Kjo është këshilla që media prestigjioze Forbes i jep udhëtarëve. Vizitorët që shkelin në brigjet e saj do të gjejnë një vend që kënaq shumë interesa. Historia, kultura dhe natyra bashkohen së bashku. E po ashtu dhe kuzhina e rrënjosur në autenticitet do të tërheq adhuruesit e ushqimit. Për ta pasionuarit e historisë, shkruan Forbes, Shqipëria ofron vende të shumta të trashëgimisë botërore të UNESCO-s, si dhe fshatra të mbështjellë me trashëgimi shekullore. Për te i Bregdetit të veçantë me pamje piktoreske dhe ujëra kristalore, turistët mund të gjejnë dhe shumë më tepër, si Alpet shqiptare me maja madhështore, pyje të gjera, livade mahnice alpine dhe lumenj. Veçohet Valbona, e cila konsiderohet si kartolina e Alpeve shqiptare. Forbes e cilëson të veçantë edhe kuzhinën shqiptare, e cila në jug përqendrohet tek vaji i ullirit, perimet dhe prodhimet e detit, ndërsa në veri shërbehen bulmet, bukmisri, turshi dhe gatimet e gatuara ngadalë. Sipas Forbes, vizitorët mund të eksplorojnë ndër të tjera qytetet pjesë të UNESCO si Berati apo Gjirokastra, por dhe qytetin e rrethuar me muret e Elbasanit, i njohur për fortesën Kështjell të shekullit të 15, Muzeun Kombëtar të Artit Mesjetar në Korçë, ose të shëtisjen në pazarin e vjetër të Krujës, ku shitet gjithçka nga veshjet tradicionale deri tek bizhuteritë e filigranit. Dropull International Short Film Festival rikthehet me edicionin e 6 këtë herë i shtrirë për herë të parë mes Gjirokastrës dhe Dropullit. Përgjatë 4 ditëve do të shfaqen 30 filma konkurrues nga Shqipëria, Kosova dhe Greqia, ndërsa programi përfshin edhe workshop e kushtuar filmit, animacionit dhe pikturës. Mbrëmjen e së shtunës në qytetin e Gjirokastrës ka çelur si parin edicioni i 6 i Dropull International Short Film Festival. Për herë të parë, ky aktivitet do të zhvillohet njëkohësisht në Gjirokastër dhe Dropull. Përgjatë 4 ditëve në ekranin e madh të kinemas do të shfaqen 30 filma konkurrues, prodhime kinematografike nga Shqipëria, Kosova dhe Greqia. Pjesë e programit të festivalit është organizimi i workshopeve për filmin, animacionin, pikturën e të tjerë, me pjesëmarrjen e ardashësve të moshave të ndryshme. Ky është e veçantë e këtij edicioni. Edicioni 6 po ishte e veçantë sepse u organizuan në 2 vende, 2 ekrane, njëkohësisht dhe një festival. E bëm në Gjirokastër, gjithashtu edhe në Dropull. E filluam në Dropull, sot jemi në Gjirokastër. Janë në konkurrim gjithsej 20 filma të rinj, të cilët janë nga Shqipëria, Kosova dhe nga Greqia. Puna është se sa ndihmohen nga shteti, nga Ministria e Kulturës, nga Qendra e Filmit, të financojnë këto aktivitete. Do sa më tepër, sepse njerëzit shikojnë këtu, e turistët vetë, janë shumë ardashës. Siç na erdhën për shembull nga Selanik, ku nuk e pritshim. Deri këtë huajt ka interes. Se më do të zonat janë si Gjirokastra, janë zonë turistike. Në këtë periudhë është mjaft e zhvilluar. Mendoj se ky është një festival i rëndësishëm për rajonin sepse vendosen ura bashkëpunimi në fushën e kinematografisë midis Shqipërisë, Kosovës dhe Greqisë. Gjithashtu është një mundësi e mirë për komunitetet lokale që të vinë në kinema për të ndjekur filmat e regjisorëve nga vende të ndryshme. Në këtë mënyrë diskutohet për bashkëpunimin kinematografik rajonal, si edhe forcimin e tij në të ardhmen. Ndodhem në këtë festival si regjizore ndërsa kam përgatitur një film për konkurim. Është herë e parë që vi në Shqipëri dhe Gjirokastër. Është një vend shumë i këndshëm dhe tërheqës. Uroj që festivali të ketë sukses. Në këtë sezon verë, Festivali Ndërkombëtar i Filmit e ka kthyer qytetin e Gurtë në qendër të prezantimit të vlerave të kinematografisë, ndërsa transmetimi i filmave po tërheq ardashësit dhe turistët.
Zonat e mbrojtura të qarkut të Vlorës kanë regjistruar mbi 494.000 vizitorë gjatë periudhës janar-korrik, ku rreth 327.000 janë turistë të huaj. Sipas Anduel Tahiraj, Parku Kombëtar i Butrintit kryeson me afro 160.000 vizitorë, i ndjekur nga Syri i Kaltër me mbi 132.000 dhe Llogaraja me 73.000. Të dhënat konfirmojnë interes në rritje për turizmin natyror dhe ekoturizmin në jug të vendit. Vlora vijon të mbetet një nga qarqet me pasuri të veçantë natyrore në Shqipëri, ku ndërthuren ekosisteme detare toksore, biodiversiteti i pasur dhe peizazhet karakteristike të jugut të vendit. Në territorin e qarkut të Vlorës shtrihen disa prej zonave më të rëndësishme natyrore të vendit, të cilat përfaqësojnë jo vetëm një pasuri të rëndësishme ekologjike, por edhe destinacione turistike gjithnjë më të frekuentuara nga vizitorët vendas dhe të huaj. Në qarkun e Vlorës ndodhen zonat e mbrojtura: Parku Kombëtar Detar Karaburun-Sazan, Parku Kombëtar i Butrintit, Parku Kombëtar Llogara, Parku Kombëtar Butrint, peizazhi i mbrojtur Pishporo-Nart, Parku Natyror Porto Palermo, Syri i Kaltër dhe Parku Natyror Karaburun. Drejtori i administratës së zonave të mbrojtura në Vlorë, Anduel Tahiraj, tha se zonat e mbrojtura në qarkun e Vlorës vijon të jenë ndër destinacionet më të frekuentuara turistike, duke regjistruar gjithsej 494.048 vizitorë nga janari deri në fund të korrikut. Nga totali i vizitorëve, 166.809 janë vendas, ndërsa 327.239 janë të huaj, duke dëshmuar interesin e lartë të turistëve ndërkombëtar për pasuritë natyrore dhe peizazhet e zonave të mbrojtura të jugut të vendit, tha Tahiraj. Një prej zonave më të spikatura është Parku Kombëtar i Butrintit në pjesën jugore të qarkut, i cili përfshin edhe ishujt e Ksamilit dhe një peizazh të jashtëzakonshëm natyror dhe kulturor. Syri i Kaltër është një tjetër destinacion që tërheq mira vizitori, rrethuar nga pyjet e dendura dhe një peizazh karakteristik mesdhetar. Burimi krijon një pamje të veçantë fal ujit me ngjyrë të kaltër të thellë. Kreu i administratës së zonave të mbrojtura Vlorë thekson se edhe Parku Kombëtar i Llogaras vijon të mbetet një nga destinacionet më të kërkuara të qarkut me 72.649 vizitorë, ndërsa Parku Natyror Pishporo-Nart ka regjistruar 61.715 vizitorë. Interes të konsiderueshëm kanë patur edhe Parku Natyror i Karaburunit, Parku Natyror Porto Palermo, Parku Kombëtar Karaburun-Sazan. Të dhënat tregojnë se zonat e mbrojtura të qarkut të Vlorës po luajnë një rol të rëndësishëm në ofertën turistike të vendit, duke ndërthurur peizazhet natyrore, biodiversitetin dhe trashëgiminë kulturore me potencial për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Zonat e mbrojtura të Vlorës kanë një rol të rëndësishëm dhe në ruajtjen e specieve të ralla dhe habitateve natyrore. Përtej vlerës së tyre ekologjike, ato krijojnë mundësi për zhvillimin e ekoturizmit, vëzhgimin e shpendëve, shëtitje në natyrë, zhytje dhe aktivitete të tjera që respektojnë mjedisin. Në Athinë, shqiptari Altin Allmuça dyshohet se vrau me armë zjarri 45 vjeçaren Lulieta Obzova dhe më pas i dha fund jetës. Ngjarja ndodhi në zonën Neas Mnyri, ndërsa autoritetet greke po hetojnë motivin dhe natyrën e marrëdhënies mes tyre. Allmuça rezultonte i arrestuar edhe në vitin 2016 në Shqipëri për përndjekjen e ish bashkëshortes. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Athinën mëngjesin e së dielës, ku shqiptari Altin Allmuça dyshohet se ka vrarë me armë zjarri 45 vjeçaren Lulieta Obzova dhe më pas i ka dhënë fund jetës. Ngjarja ndodhi rreth orës 5:30 në zonën Neas Mnyri, pranë pallatit ku jetonte viktima së bashku me vajzën e saj 16 vjeçare. Sipas të dhënave paraprake, Allmuça e kishte pritur 45 vjeçaren jashtë banesës dhe pas një konflikti e ka qelluar disa herë me armë duke e lënë të vdekur në vend. Pak çaste më vonë ai dyshohet se ka përdorur të njëjtën armë për të qelluar veten në kokë. Banorët e zonës kanë raportuar se kanë dëgjuar disa të shtëna, ndërsa policia mbërriti menjëherë në vend ngjarje. Kamera sigurie të instaluara në pallat mësohet se kanë regjistruar momentet e krimit dhe materialet filmike tashmë janë pjesë e hetimeve. Autoritetet greke po hetojnë për të përcaktuar motivin dhe natyrën e marrëdhënies mes dy personave. Sipas informacioneve paraprake, ata nuk ishin të martuar, ndërsa dyshohet se mes tyre kishte pasur konflikte të vazhdueshme. Një nga pistat që po shqyrtohet është ajo e xhelozisë, por motivi mbetet ende i pakonfirmuar zyrtarisht. Hetuesit kanë kontrolluar edhe banesën e Allmuçës në Tavros, ndërsa po analizohen telefonat celular, pajisjet elektronike dhe aktiviteti tyre në rrjetet sociale për të rindërtuar komunikimet dhe lëvizjet para ngjarjes. Nga të dhënat e publikuara rezulton se Altin Allmuça ishte i martuar dhe baba i një fëmije, ndërsa bashkëshortja e tij ka deklaruar autoriteteve se nuk kishte dieni për një marrëdhënie të tillë me 45 vjeçaren. Edhe nëna e viktimës është shprehur se vajza nuk i kishte treguar për ndonjë lidhje apo probleme me autorin dhe se lajmin tragjik e kishte mësuar përmes një telefonate nga vajza tjetër. Allmuça rezultonte një emër i njohur më herët për autoritetet shqiptare. Në vitin 2016 ai ishte arrestuar në Tiranë, pasi dyshohej se përndiqte ish bashkëshorten duke i shkaktuar ankth dhe frikë. Për atë rast ishte proceduar për veprën penale të përndjekjes. Hetimet e autoriteteve greke vijojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të krimit.
Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.